kur përmendëm për personalitet të mëdha të asaj anë harrum me thonë për të madhin Halil Demaj, po. një nga themeluesi i Unikomit. Veprimtarët, pasaj pjesë e pandashme e UÇK-s e gjithë ato që ka bërë për vendin. Kështu që është nësi, sot edhe Shaqa dhe Sami edhe shumë shok nga Vitia, bashkëtarët me që i vizitojmë tash një kohë, pak para pak ditë kemi qenë të mysafir në kullën e Shaqet me shumë bashkëtarë e shok, vizita dhe shoqatave. Vend historik kur aty populata civile ka gjetë strehim, bashkëtarët kanë gjetën vend qëndrim. Kështu që po tam është nësia, në kënd Kosovës i kemi kështu shok. E vërtet, bravo. Kryetar, para se me kalu në tema serioze pak në ashta guxojmë të se tash po të shoh burr më mirë se s'po të rrim më herët, ha? Të kështu ma jeshëm se sa që ku menu se daj ma kanë lini visnja në pjesë ta posha. Edhe e di që sa herë vishte emision tamë në thamë është mirë më të posë shok o burr. Kam qef më të posë shok. Nashta e di besoj. Po thua? Ti s'ljan lloç o burr. Tash rën asfalt edhe, ha? Dërë të kiti edhe njerë për kryetarën, se sot e s'kena orë me po shumë më marë, po se kam qore pak pa. Anim se jo. Po. A kalujme një temë, edhe kjo temë është mjaftë e vështirë, është gjykata Hagës, që i përbollë dhe te, dhe fatmirësisht ke dalë faqe bardhë. Urojmë edhe ata që janë Hagë, ish presidenti Hashim Thaçi, ish kryetari Kadri Veseli, Baca Jakob, Cali, Recep Selimi, gjithë ata. Urojmë shumë shpejt më u liru, inshallah në 2025, çtu po thuaj. Amen. Amen. Edhe Hisnien, po, Agjia, janë, po është fatkesish numri vish po rritet atje, Fadili. Fadili, sigurisht. Unë kisha pas qef me dalë të një moment që nuk e besoj që i ke thonë dikuna për media është ekskluzive, sonte takimi yt me Vojislav Sheshilin në Hagë. Jeta është e çuditshme. Kur shkon në Hagë, kam qenë 32 vjetë. Ato kom pas krejë në shtetit e Serbisë. Prej Miloševićit, Milutinovićit, Jovica Stanishvićit, shefin e udhëve. Po, shefin e udhëve, po. Për njëshme me shefin e udhëves, Stanishvićit nuk kam qëndru në Hagë 2 vjetë. Në një katë. Çdo ditë na kom bashkë. Deri sa im liru prej Hagë. Po. Edhe Shesheli ka qenë një katë tjetër, përveç me Miloševićit që s'kam planu me komuniku, me këta tjerë kam komuniku normalisht. Aty me ka rasni me komuniku. Që që dhe Sheshelin po. Qka të ka thonë dhe qka i ke thonë ti? Takimi parë me ta, kur a fut në atë vend ku kemi qëndru në një saloni, pe qënë dorën për vjetë dhe për më përshëndet me mbjemen. Përshëndet e lime. Edhe, tha banë me ta në dorën, të shpërma. Ta dorën për du me ta uru fitoren, ta. Urime tha fitoren, tha shfanderit, e fitu ta luftën. Po kur e shumë durët, ma banë ta ma. Tha, kjo tha prekosisht, na apet kena mu këthy. Aj pun tëtë. Tha, bima dorën ti mu tash. Ja, tha, bima dorën. Tha, shëllon për ta bëj për haj që tash nëse këthejnë e herë. Nëse e populli jam lejon edhe herë mu këthy ju atje, nëse meritojnë me qenë të lirë. Edhe ka pason që ka me pi kafe në Berish, ako një deklaratë e ti e fanë shumë në pej, me një të binë pejës, gojnë e lukët në natë e tetër, në Berish ka pason ka marrë me pi kafe dhe mek. Simbolikisht, me shkatru bazat tonë atje të UÇK-s, edhe kam se sirë dhe në Berish, të kom pritë në Berish. Me pasar në Berish, s'ka pas nevojë, ashtu ishe të farë maltretimet, ashtu ishe asë në Haga, si që s'kishe shku. E ke më në vete, ma mirë me pasar që të në Berish e kishe kry kretë punë, se sot ashtë një pleshni me orë në Hagë. Tha, jo, tha, po dalë nga më në, tha, kom pas për deklaratë, si ja kom ojtë, tha, kënena, tha, për në për Kamaran, tha, për më shku, tha, në prizëran, shtërpës, frizaj, më këthy Prishtin. Si që më këthy, tha, këtë rrugën me prej grykës nga Pushnikut. Ka pas lajdaj... Po, të ka thonë një fjallë që është mjafteron për... Ato, ka shumë gjëra që janë thonë, ka shumë gjëra që i kanë thonë ata, nëse s'ka bëjt, ka thonë ty të ka shumë gjëra që i di, e ka shumë gjëra që kur si këmë thonë.
e që më kanë E thonë... çka konkretisht sonte po kam dëshirë me bon. Ka thonë Shesheli nëse s'gaboj që mu më kam pru tot, aty të kam pru tot. Të më unë jetë met. Atë tani ka lejlo lafe që ashtu. Që atje kur tje gjithë ditën bisedon lejlo lafe. A është e vërtet kjo kryetar që të ka thonë po? Po bre, që sa full atë, që sa full. Po, i taku edhe nëse s'gaboj edhe me një shqiptar në Haug, gjatë vizitave. Po, kanë vizitu njerës të ndryshëm. Në fakt, e që e ka moj shqiptari, neve në atë kohë, përveç që populli, kur s'na ka sa kujdes për ne. Populli, edhe në ndihma financiare, edhe në vizita private në s'kena posë, ku frem shtetin ka shteti. As familje tona, as avokatët, as pagesat, na konë si jetim atje. As një shteti se kemi posë në Kosova. Nga shteti. Po populli, prej pensionerit e dhe të punëtori që këj popull të edhe jashtë në kanë ndimu atje, kanë ndimu familje tona. Për shumë, familja jeme prej ditës fore dhe në fund ka qëndru të një familjes Sahit Racit, e një burit Fatmir Namonit prej Gosivarit. Familje tona kanë jetu në familjet e gërbegjive tona atje. Ata e në kujdes për familje tona. Kur fandime s'kemi fondë? Që më rritar të rritje për përse Jo sukur sot që ndryshë këta fatmirësisht e kanë do një ndim tjetër, në jatë ku praktikisht, asë orë kush me nga vizitu, përveç popullit, qytetarëve. Për shumë të sërve i kanë ardhë ambasadorat, i kanë ardhë drejtues të familjet e tyre, kanë pagu biletat, shteti, ju kanë dhonë ndima financiare, ju kanë pagu avokatat, ne me konë sikur jetima, kur kërkush se ka orë me nga parë në atë ku, heq kërkush. E qaj shqiptari që erë më të vizitu? Si më duhe dhe qka të tha? Aj, erë njone më po, po rrim edhe ish në vëzu, edhe që ashtu edhe po më the ta ju lash pak ndime, pare, neve në ato kontinume, se linë kontinume. Ta shë abe të rrit njera, po. A dhe tha që kam sova, tha, dikon të tha, 200.000 euro me të shëviqin në kënd, tha, e kish prej shqiptarve. Pare që kanë qu. Me të shëviqin e kanë gjallë. Ne atëre njerëzit kanë thonë para në kënd të, në kanë orë. Të mund të ka thonë e shqiptare? Miloševiqi, dikon të 200.000 euro pare ka pasën nga shqiptarët që kanë qu pare sa ka Kjo është e rondo. Me mështetë. Ka punu e aty, kryetar, po? Me siguri? Nuk po fut në më të tjesë, se s'po du me... Për njeri që, dhe më thonë, njeri që i kish informatat e sakta, ose që i ka pa, që ka kalu shumë sa në përmes ti. Kjo është e rondo. Qka... Jo, së është e rondo, është përfash një realiteti. Po, të disa njerëzve. Paka shumë që... Qka do të duhet, realisht, qka po pret pas gjykimit të ish presidentit Thaçi, po pret lirimin e ti, tash me ardhen e Donald Trumpit për shtet, që e kam paka shumë të njëjtën situatë me Jack Smithin?